Elhamdulillah, elhamdulillah, elhamdulillahi rabbil alamin. نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا ولجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لينذر من كان حيا ويحق القول للكافرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم Sadaka Allahul Adhim. Falënderimi dhe lavdrimi I takon Allahu Xhaleshanuhu. Atë e falenderojmë dhe vetëm nga Allahu Xhaleshanuhu fale dhe ndihmë kërkojmë. Salavate dhe selame I dërgojmë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që e pasuan dhe pasojnë rrugën e Muhamedit alayhi salam deri në ditën e Kiametit. Të respektuar vëllezër besimtar, do të mundohemi që shkurtimisht t'i themi disa fjalë rreth temës 3 mësime nga hijreti. Para nesh, si vjet është me radhë viti I ri hijri 1447. Me këtë rast, muslimanët në mbar botën e kujtojnë hijretin. Hijreti është shpërngulja e Muhamedit alayhis salam së bashku me muslimanët e tjerë nga Mekka në Medinë. Mësimet dhe mesazhet e hijretit janë të shumta. Përmes kësaj hutbe ne do të kufizohemi në 3 mësimet e hijretit. Allahu Dhul Jalal në surën El-Bekara ajeti 218 thot: Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ata të cilët besuan, ata që u shpërngulën dhe luftuan në rrugën e Allahu Xhaleshanuhu, ata meritojnë të shpresojnë mëshirën e tij. Allahu fal shumë dhe është mëshirues. Prej mësimeve nga hijreti është se nuk ka problem pas zgjidhje. Besoj se secili prej nesh do të gjejmë të paktën një detaj apo një situatë jetës tonë në të cilën kemi menduar se nuk ka rrugdalje. Hijreti na mëson se, sikur që nuk ka derë e cila nuk ka çelës, po ashtu nuk ekziston asnjë problem për të cilën Allahu Xhaleshanuhu nuk ka lënë zgjidhje.
me kush që sinqerisht i besojmë Allahu xhaleshanuhu dhe me të vërtet tek Allahu xhaleshanuhu ne të mbështetemi. Muslimanët ishin plotësisht pa të drejta, pa mundësi të praktikimit të lirë të fesë islame, pa liri të lëvizjes dhe të pjesëmarrjes në jetën publike. Madje në periudha të caktuara ato ishin plotësisht të izoluar, pa ushqim, pa ujë, pa asnjë kontakt me pjesën tjetër të botës. Problemi me të vërtet dukej i pazgjidhshëm. Rrugdalje nuk pat edhe atëherë kur Suraka, i etur për shpërblimin e madh, i cili i u premtua atij që e sjell kokën e Muhamedit a.s. e arriti pejgamberin a.s. si dhe vringlloi shpatën e vet mbi kokën e tij. Rrugdalja nuk shihej as në shpellë, kur mushrikëve ju mjaftonte vetëm të përkoleshin dhe në përvrim ta shikonin brendësitë shpellës në të cilën ishin Muhamedi a.s. dhe shoku i tij Ebu Bekri. Prej mësimeve që na jep hijreti janë se bashkësia është para individit. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shprehimisht ka kërkuar që të respektohet e drejta e çdo individi, por gjithmonë i ka dhënë përparësi bashkësisë. Muhamedi a.s. nuk e bëri hijretin për veten e tij apo për ndonjë individ tjetër. Hijretin ai e bëri ekskluzivisht për me erujt xhamatin e tij. Ai u nis rrugës për Medine, Jethribin e atëhershëm, vetëm pas që edhe muslimani i fundit u largu nga Mekka dhe bari hijret. Para kësaj, ai u bind se kushtet e jetës dhe praktikimit normal besimit midis tri ishin shumë më të mira. Prej mësimeve dhe mësimi i fundit që do ta përmendi para jush është se të hijretit është se miku i vërtet është begati shumë e madhe. Hijreti na dërgon mësim të fortë edhe për rëndësinë e miqësisë. Jo asaj nga interesi, por miqësisë të pastër dhe të sinqertë. Sahabët, shokët e Muhamedit a.s. praktikisht garonin se cili më parë do të vijë ndihmë njëri tjetrit. Kjo veçanërisht ishte e dukshme kur bëhej fjalë për raportin ndaj Muhamedit a.s. Kështu Aliu radiallahu anhu e rizikoi jetën e tij dhe ra në shtratin e Muhamedit a.s., të cilin ishte përgatit kurthi dhe vrasja. Tregimi i veçantë i hijretit është i nderuari Ebu Bekri radiallahu anhu, të cilin edhe Kurani e përmend si shokun e Muhamedit a.s. në shpellë. Në fillim të vitit të ri, hijri, ne i bëjmë lutje Allahut dhe xhaleshanuhu që ky vit na jetë me fat dhe me hajër, që ne të bëjmë edhe më shumë vepra të mira se sa që kemi bë vitin e kaluar. Zoti na dhash marrësi dhe paqë në botë, e sidomos o Allah, ndihmoj fëmijëve, grave dhe të moshuarave në Gaza, që edhe ata ta shijojnë paqen me fillimin e këtij viti hijri. Ela inna ahsanal kalami wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi al-Qur'an al-Karim بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahu urdhëron drejtësi, bamirësi, ndihmë të afërmve, ndalon nga immoraliteti, nga eneveritura dhe dhuna. Ju këshillon ashtu që të merrni mësim.